Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nëse i besojmë Zotit pak, ne do të lëmë në duart e tij gjërat tona më të vogla. Nëse i besojmë shumë, do të lëmë në duart e tij gjëra të mëdha. Nëse kemi besim të përsosur, do të besojmë gjithçka që thot ai. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për sot minutat e programit Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Si të krishterë ne duhet të familiarizohemi me zërin e Zotit ton, në mënyrë që ta njohim atë në çdo situatë që na rrethon. Sot Dr. Stanley thekson për ne 11 udhëzime për të njohur zërin e Zotit. Ndërkohë që ju mësoni këto udhëzime, do të jeni të aftë të identifikoni qartësisht zërin e Zotit tuaj, Jezus Krishti. Këtu me ju është Dr. Charles Stanley. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Nga ta dim nëse po dëgjojmë nga Zoti apo jo. Si ta dallojmë zërin e tij? Kjo është tema për të cilën do të flasim në mesazhin e sotëm, të titulluar Të njohim zërin e Zotit. Do të doja të merrni një laps dhe një copë letër dhe të bëheshit gati për të shkruar, sepse duhet t'ju jap një listë të gjatë udhëzimesh në mënyrë që të dalloni nëse po dëgjoni nga Zoti, nga vetja juaj, nga dikush tjetër apo nga vetë djalli. Gjëja e parë që dua t'ju them është kjo. Nëse ju flet Zoti, atëherë mund të jeni të sigurt se çfarëdo që të thotë do të jetë në përputhje me fjalën e tij. Ajo çfarë thot Zoti do të jetë në përputhje me shkrimin. Perëndia nuk thot kurrë diçka që nuk është në përputhje me fjalën e tij. Shpesh dëgjoj njerëz që më thonë: "U luta dhe ja se çfarë më tha Zoti." Kam parë që ajo çfarë u kishte thënë Zoti ishte komplet në kundërshtim me fjalën e tij. Sa po largoheshin, më vinte të kthehesha në anën tjetër dhe të plasja së qari, sepse nuk ekziston asnjë mënyrë që Perëndia të thotë: "Bëj këtë", dhe ajo çfarë thotë të jetë në kundërshtim të plot me fjalën e tij. Perëndia nuk mund ta kundërshtojë vetveten, dhe ai nuk ka për të thënë kurrë diçka që bie në kontradikt me fjalën e tij. Bibla është fjala e gjallë dhe e shkruar e Zotit. Prandaj, ai nuk do ta kundërshtojë kurrë atë çfarë është shkruar në të. Numër 2. Ndonjëherë kur Zoti na flet, ajo çfarë thot mund të bjerë ndesh me arsyetimin njerëzor. Ne nuk duhet të jetojmë vetëm me anë të arsyetimit njerëzor. Kjo nuk do thotë që ne nuk duhet të përdorim mendjet tona, por që ndonjëherë kur Zoti na jep drejtim për diçka në jetë, ajo mund të mos përshtatet me arsyetimin ton. Nëse ecim në frym, nuk mund të na kufizojë askush. E vetmja gjë që mund të na kufizojë është ajo që mëson fjala, por jo arsyetimi njerëzor. Numri 3 është kur dëgjojmë Zotin dhe e dim që po dëgjojmë zërin e dur, atëherë ai zë do të përplaset me natyrën tonë mishore. Ndonjëherë Perëndia na thot diçka dhe ne themi: "Unë do të dëgjoj Zotin, çfarëdo që të më thot ai, do ta bëj." Dhe ja Zoti thot: "Ja se çfarë dua të bësh." Dhe ne mendojmë: "Me sa duket nuk duhet të kem dëgjuar sakt." Por Zoti thot: "Po, dua që ta bësh atë çfarë të thash." Në një farë mënyre apo një tjetër, ne fillojmë të arsyetojmë: Zoti nuk ka për të na thënë kurrë diçka që kënaq mishin ton. Nuk po them se nuk mund të kemi kënaqësi, dëfrime, gëzime dhe lumturi në jetën e krishterë, por kur bëhet fjalë për vendime, ajo çfarë dëgjojmë nuk duhet t'i pëlqejë mishit apo mëkatit që të gjithë e kemi brenda nesh. Kjo na bën të gjithë ne të prekshëm për tundimin dhe mëkatin. Kur Perëndia flet, ai nuk thot diçka që kënaq mishin, por diçka që kënaq frymën e Zotit brenda nesh. Numër 4. Ne e dimë me siguri që Zoti ka folur, kur ajo çfarë ai ka thënë sfidon besimin ton. Nëse Zoti do të na kishte treguar në fillim të jetës son se me çfarë do të përballeshim në jetë në mënyrë që të forcoheshim në rrugët e Zotit, me siguri do të kishim thënë: "Zot, më merr më mirë në shtëpi që tani. Nuk mund të përballem dot me to." Me shumë mundësi, shumica prej nesh mund të ketë thënë kështu: "Zoti ynë është kaq i mirë dhe i mëshirshëm, sa që ai nuk na tregon sot se si do ta testoj besimin ton në të ardhmen." Ai e di që ne kemi edhe shumë vite përpara për të ndërtuar atë lloj besimi. Më dëgjoni me kujdes. Ai përfiton nga çdo mundësi e vetme
për të ndërtuar besim në ne. Perëndia lavdërohet dhe nderohet kur ne i besojmë dhe i bindemi. A do ta coptosh zemrën e Zotit? Mjafton të thuash, Zot, nuk e besoj këtë. Ti nuk mund të jesh kaq i mirë me mua. Nuk është e mundur, Zot. Nuk mund të jetë e vërtet. Ky proces mendimish e brengos zemrën e Zotit. Sa herë që themi, Zot, nëse ti e ke thënë këtë, atëherë unë e besoj. Pavarësisht nga çmimi, unë zgjedh të jemi bindur ndaj teje. Kjo gjë e nderon dhe e bekon Zotin. Ky është adhurimi i vërtet. Nëse Zoti të sfidon në një fushë të caktuar, por aty nuk ka as sfidë dhe as besim, atëherë vendos një pikë pyetje dhe thuaj, Zot, nëse kjo gjë nuk do të sfidoj as pak besimin tim, atëherë më duhet të pyes, nëse je ti apo jo. Numri 5. Shpesh kur Zoti flet, ai na bën thirrje për kurajo. Kur Perëndia të sfidon dhe reagimi yt i parë është se ke frikë, atëherë ndalo dhe mendo. Cila është rruga e natyrshme dhe normale se si flet Zoti? Çfarë bën ai në jetën tonë? Zoti do të merret me ato fusha në jetën tonë ku jemi të dobët. Çfarë do të bëj Zoti nëse jemi frikacak? Ai do të na flasë në mënyrë që të na sfidojë duke kërkuar guxim nga ne. I njëjti Zot që kërkon guxim, siguron edhe guximin kur ne jemi të dobët. Çfarë po bën Zoti? Ai na sfidon në situata dhe rrethana të ndryshme në mënyrë që të ndërtojë dhe ta transformojë frikën në guxim të fuqishëm për të na bërë burra dhe gra të çmuara të Zotit. Numri 6. Si ta marr vesh që Zoti po flet? Një nga mënyrat për të kuptuar që Zoti po flet është ndikimi i saj tek të tjerët. Për shembull, nëse marr një vendim për diçka dhe mendoj, nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerët, nuk ka rëndësi se çfarë ndikimi lë tek ata, askujt nuk ka që duhet, kjo është puna ime. Nëse kam mendime të tilla, atëherë nuk kam dëgjuar nga Zoti. Nëse mendoni nuk ka rëndësi ajo çfarë mendojnë të tjerët, nuk ka rëndësi ajo çfarë bëjnë të tjerët, kjo është puna ime, është jeta ime, atëherë nuk keni dëgjuar nga Zoti sepse Zoti nuk flet në këtë mënyrë. Çdo gjë që thot Zoti do të ndikojë tek të tjerët. Për shembull, kur Jezusi i tha dishepujve të tij tek Mateu kapitulli 16 vargu 21, që nga i çast Jezusi filloi t'u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqjve, të krerëve, të priftërimve dhe të skripëve, se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Jezusi tha, unë do të shkoj në Jeruzalem, do të vritem dhe do të ringjallem në ditën e tretë. Ai po u thoshte të vërtetën sepse ky ishte plani i Atit. Ndërsa Pietri tek Mateu kapitulli 16 vargu 22 thot: Atëherë Pietri e mori mënjan dhe nisi ta qortoi duke thënë: O Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodh kurrë. Çfarë lloj dëshmie është kjo? Ja pra ku është Pietri që po vën në dyshim atë që sapo kishte thënë se Jezusi ishte Mesia. Pietri e mori Jezusi mënjan dhe vuri në dyshim fjalën e Perëndisë së gjallë. Çfarë lloj dëshmie është kjo? E vetmja gjë për të cilën po mendonte Pietri në atë moment ishte vetja e tij. Ajo çfarë tha Jezusi nuk përputhej me idenë e tij, me dëshirat dhe planet e tij. Nuk përputhej me nocionin e tij të paramenduar për funksionimin e gjërave. Në vend që të thoshte, Zot, a mund të na shpjegosh këtë? Ne duam ta shohim këtë në mënyrën e duhur. Pietri tha, kjo nuk do të ndodh kurrë. Kur Zoti na flet, një nga mënyrat për të kuptuar zërin e tij është që të fillojmë të mendojmë. Si do ndikoj kjo gjë tek burri, gruaja apo fëmijët? Si do të ndikoj tek njerëzit me të cilët punojmë? Si do të ndikoj tek miqt? Me fjalë të tjera, të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme për Zotin. Pse? Ai thot, ne duhet të jemi shfaqja e fuqisë së Zotit. Kjo do të thotë që Zoti duhet të jetë i aftë të punojë në jetën tonë në mënyrë të tillë që të mund të zbulojë natyrën e tij të vërtetë nëpërmjet nesh. Për këtë arsye, ka shumë rëndësi se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë. Nuk po ju them se duhet të zgjedhim ti bindemi apo jo Zotit në bazë të asaj çfarë mendojnë të tjerët. Por thjesht po them se kur Zoti flet, nuk thot kurrë, mos u shqetëso për atë çfarë mendojnë të tjerët. Ti je personi vetëm, bëj gjërat e tua, jeto jetën tënde. Diçka të tillë nuk keni për ta dëgjuar kurrë nga Zoti. Perëndia nuk ka për të bërë asgjë që bie në kundërshtim me fjalën e tij, sepse nuk është në natyrën e tij. Ai nuk do të më thotë të bëj diçka që lëndon dikë tjetër. Numri 6. Si ta kuptoj që po flet Zoti? Një nga mënyrat është durimi. Zoti do të të kërkojë të presësh.
A nuk bini dakord me mua se kur ne kërkojmë mendjen e Zotit për diçka, Zoti thot: vetëm më beso dhe prit. Por cili është reagimi ynë i parë? Sa Zot, sa më duhet të pres? Sa herë që i bëj këtë pyetje, ndonjëherë nuk dëgjoj asgjë dhe ndonjëherë tjetër më duket sikur ai po më thot: prit derisa unë të jem gati. Por kur bëhet gati ai? Zakonisht, jo sipas programit tim. Ne duam që Zoti të bëjë atë çfarë ka për të bërë dhe ta bëj tani. E di që Zoti po më flet. Sa herë sjell këtë pasazh në zemrën time. Shpirti im, gje preje vetëm tek Perëndia. Çdo gjë brenda meje nuk do që të pres, të rri në heshtje apo të duroj. Ndonjëherë ne dëgjojmë: "Çou dhe bëje këtë punë. Merru me diçka. Bëj që kjo gjë të ndodh." Ky zë nuk është zëri i Zotit. Tek Isaia kapitulli 40, vargu 31, Zoti thot: "Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur." Ligji i përtërir, kapitulli 31, vargu 8 thot: "Përveç kësaj, Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty, nuk do të lërë dhe s'ka për të braktisur. Mos u tremb dhe mos u tmerro." Nëse pyet Zotin për diçka dhe përgjigja është më beso, vetëm prit, atëherë e di që po dëgjoj zërin e Zotit. Nxito dhe bëje këtë gjë, nuk është zëri i Zotit. Ka kohë kur Perëndia thot: "Bëje tani këtë gjë." Por zakonisht kanë zbuluar që ne duhet të presim për diçka. Në jetën tonë të përditshme, në punë, në shtëpi apo kudo që të jeni, mund të ndodhë diçka dhe kështu do ta kuptoni që ka ardhur koha për të vepruar. Zakonisht në këto vendime kur përpiqemi të gjejmë nëse është Zoti apo plani ynë, plani i Zotit është që të presim, të jemi të ndjeshëm dhe të matur. Për shembull, a e mbani mend mbretin Saul në Gilgal? Ai po priste që të vinte Samueli dhe të ofronte sakrificën. Priti sa priti dhe më në fund ju sos durimi. Le të shkojmë së bashku tek e para e Samuelit, kapitulli 13, vargu 7 deri në 14. Disa hebrejnë kaluan Jordanin për të vajtur në vendin e Gadit dhe të Galaadit. Sauli ishte akoma në Gilgal dhe tër populli shkonte pas tij duke u dridhur. Ai priti 7 ditë sipas kohës së caktuar nga Samueli. Por Samueli nuk po vinte në Gilgal dhe populli kishte filluar të shpërndahej larg tij. Atëherë Sauli tha: "Më sillni holokaustin dhe fligimet e falënderimit." Pastaj ofroi holokaustin. Sa po kishte mbaruar se ofruari holokaustin, kur erdhi Samueli. Dhe Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. Por Samueli i tha: "Çfarë bëre kështu?" Sauli u përgjigj: "Kur pash që populli po shpërndahej larg meje, që ti nuk kishe arritur ditën e caktuar dhe që Filistenë po mblidheshin në Mikmash, thash me vete: tani Filistenë do të mos ulen në Gilgal dhe unë akoma nuk jam lutur Zotit. Prandaj e mblodha veten dhe ofrova holokaustin." Atëherë Samueli i tha Saulit: "Ti ke vepruar pa mend. Nuk e respektuar urdhërimin që Zoti Perëndia yt të kishte dhënë. Në fakt Zoti do të vendoste për gjithnjë mbretërinë tënde mbi Izraelin. Tani përkundrazi, mbretëria jote nuk ka për të vazhduar. Zoti ka kërkuar një njeri sipas zemrës së tij. Dhe Zoti e ka caktuar princ të popullit të tij sepse ti nuk e respektuar atë që Zoti të pati urdhëruar." Në sytë e Zotit, ofrimi i sakrificës ishte një detyrë shumë e shenjtë që e kishte privilegjin ta kryente vetëm prifti dhe profeti. Samueli ishte duke ardhur. Ai ishte profeti. Sauli tha: "Prita më shumë se ç'duhet." Kështu që e ofroi vetë sakrificën. A i dini se çfarë i kushtoi kjo gjë? Pa durimi bëri që ai të humbiste fronin dhe Davidi zuri vendin e tij. A e dini se çfarë ndodh sa herë që Zoti ju thotë të prisni? Dora mbrojtëse e një ati të dashur thot: "A do më të mirë? Më jep kohë të punoj për të sipas mënyrës time. Mos u përpiq me forcë. Mos u mundo të bësh të funksionoj me forcën tënde. Mos u përpiq të realizosh këtë gjë." Ky është zëri i Zotit që po thot të presësh. Numri 8. Perëndia nuk na thot kur të marrim një vendim dhe të harrojmë të gjitha pasojat. Ai ndoshta mund të thot: "Ja se çfarë dua të bësh dhe pasojat më lër mua." Por ai nuk ka për të thënë kur harroj pasojat, nuk ka pasoja, sepse unë nuk njoh vendime që të mos ken pasoja. Perëndia na thot:
Jini të zgjuar sepse gjithçka që mendoni sot do të dalë para jush nesër. Sa herë që mendojmë për këtë gjë, duhet të kemi parasysh që Perëndia nuk thot kurrë, nxito, bëje këtë gjë, mos u shqetëso për pasojat për atë çfarë do të bëjnë apo mendojnë të tjerët. Harrojeni. Perëndia nuk e thot këtë. Ai dëshiron gjithmonë që ne të jemi të ndërgjegjshëm për pasojat në mënyrë që të forcojmë besimin ton tek ai. Ne gjithmonë duhet të pyesim: cilat janë pasojat? Perëndia do të na thotë: jini të matur, jini të mençur dhe mendoni për pasojat e vendimit tuaj. Numri 9. Ndonjëherë, sa herë që kërkojmë të marrim vendime, Zoti na thotë: dua që të flasësh me këtë person, ose ti ke nevojë për një këshill të zgjuar në këtë fushë. Më dëgjoni me vëmendje. Këshilla e zgjuar nuk është këshilla e jo besimtarëve. Nuk dua të them se njerëzit e humbur nuk kanë dituri njerëzore apo diçka që mund të jetë e dobishme. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të bashkojmë arsyetimin njerëzor me diturinë e këshillave të perëndishme. Për këtë arsye, ju duhet të shikoni me kujdes jetën e personit nga i cili po kërkoni këshill, sepse mund të ndodhë që ai t'ju thotë atë çfarë dëshiron dhe atë çfarë të kënaq, në vend që të thotë atë që është e drejtë në sytë e Zotit. Në rast se njerëzit tek të cilët shkon për një këshill përdorin imagjinatën e vet në dhënien e këshillës, atëherë ata do t'ju thonë diçka që do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Ju do të jeni mirënjohës dhe kjo do t'i bëjë ata të ndihen mirë. Ata largohen duke u ndier më mirë, sepse të kanë thënë diçka që doje të dëgjoje. Kjo nuk është këshilla që ti kërkon. Ti kërkon një këshill të perëndishme dhe të zgjuar. Donjëherë vendimet janë shumë të rëndësishme dhe nuk është gjë e zgjuar ti marrën vet. Gjë e zgjuar është të kërkosh këshilla të perëndishme. Donjëherë Perëndia mund të na thotë: kontrolloje këtë. Shiko nëse ky person i perëndishëm e konfirmon apo e miraton këtë gjë. Po a them sërish, jini shumë të matur kur të shkoni për të pyetur dikë. Sepse sot ka shumë njerëz në mes të telasheve, vetëm sepse kanë kërkuar dhe dëgjuar këshilla jo të mira. Po ju them se këshilla të tilla do t'ju shkatërrojnë. Numri 10. Kur Zoti i flet zemrës suaj, ju do ta kuptoni që është ai, sepse ajo çfarë thot ai do t'ju ndihmojë të rriteni shpirtërisht. Perëndia nuk ka për të thënë asgjë që do të shkaktojë tërheqjen tuaj, ose që do të bëjë që të esni mbrapsht në rritjen tuaj shpirtërore. Tek Romankët kapitulli 8, vargu 29, Pali thot: sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralindur në mes të shumë vëllezërve. Ai nuk po thot se na ka paracaktuar që të jemi të ngjashëm me shëmbëltyrën e Krishtit. Ai po thot që ne po rritemi vazhdimisht në ngjashmërinë e Zotit ton për të gjitha ditët e jetës sonë. Ai nuk ka për të na thënë asgjë që do ta pengojë këtë proces. Ai mund të kërkojë nga ne disa gjëra që të na testojë. Ne edhe mund të dështojmë në teste të tilla dhe të dëshmojmë që nuk jemi të aftë. Mund të mendojmë: Zot, dështova sërish. Zot, besimi im u lëkund. Nuk mendoj se kam guxim. Mund të ketë kohë të tilla. Por kjo nuk do të thotë që Zoti donte që ne të dështonim. Sa herë shkojmë tek Zoti, kërkojmë fytyrën dhe këshillën e tij, mund të ndodhë që në dobësinë tonë, mungesën e besimit, apo për shkak se nuk kemi dëgjuar njerëzit e duhur, të marrim vendimin e gabuar. Por ky nuk ishte qëllimi ynë. Unë besoj me gjithë zemrën time se pavarësisht se çfarë ndodh, Zoti do t'i marrë gabimet dhe dështimet tona dhe do t'i kthejë për të mirën tonë, sepse ai e di që qëllimi i vërtet i zemrës tonë është të bënim gjën e duhur. Perëndia nuk është një atë strikt i ulur atje lart që thot: duhet ta kishe ditur këtë. E di që nuk pate shansin, por gjithsesi duhet ta dije këtë gjë. Perëndia nuk vepron në këtë mënyrë. Ai është një Atë i dashur, i mëshirshëm, i mirë dhe i ndjeshëm. Ja pse Jezusi shkoi në kryq dhe pagoi dënimin për mëkatet tona. Ai e dinte që ne nuk do t'ja kishim dalë kurrë me forcat tona. Atij do t'i duhet ta paguante atë dënim. Për këtë arsye dërgoi Zoti frymën e shenjtë që të na jap drejtim. Megjithatë, Jezus Krishti vdiq për mëkatet tona dhe u kujdes për të gjitha gjërat që ne nuk mund t'i bëjmë dot. Ne kurrë nuk do t'ja kishim dalë me forcën tonë. Pse? Nëse ne do të kishim qenë në gjendje t'ja dilnim me forcën tonë, fryma e shenjtë
nuk do të jetonte brenda nesh. Fryma e Shenjtë është dërguar të jetojë brenda nesh, sepse Perëndia e dinte që edhe pse mëkatet tona u falën dhe ne jemi bij dhe bija të shpëtuara të Zotit, ne ende nuk mund ta jetojmë jetën e krishterë. Duhet që dikush të vinte dhe ta jetonte atë përmes nesh. Por çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të mësojmë të dallojmë mendjen e Krishtit dhe të mësojmë të dallojmë zërin e Zotit. Numri 11, dhe ky është i fundit, shkruani fjalën paqe. Tani, duhet t'ju shpjegoj se çfarë duhet të them me paqe. Apostulli Paul tha te Kolosianët kapitulli 3, vargu 15. Dhe paqja e Perëndisë, për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Kur ne të dëgjojmë nga Zoti, do të kemi një paqe të papërshkrueshme. Ne e dimë që Zoti dëshiron që gjithë secili prej nesh të përjetojë një paqe të tillë. Nga koha që Zoti na flet deri në momentin që mund të vijë paqja, mund të ketë një boshllëk në kohë kur zhvillohet një betejë e vërtetë. Kjo mund të ndodhë në disa rrethana, sepse disa gjëra nuk janë të thjeshta dhe nuk ndodhin menjëherë. Nëse i besojmë Zotit dhe vazhdojmë të lutemi duke hetuar këto gjëra, në një moment do të vijë paqja. Ajo paqe do të jetë aq e përsosur sa që ti nuk e për të shqetësuar për atë çfarë thonë të tjerët. Ti do ta dish me siguri që ke dëgjuar nga Zoti. Donjëherë themi, Zot, apo dëgjon ti? Kam një kohë të gjatë që po pres dhe çdo gjë po më shëmbet para syve. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Çfarë mund të shëmbet në krahët e Zotit? Çfarë mund të shëmbet në duart e të plot fuqishmit? Asgjë. As edhe një gjë. Kjo është mënyra se si vepron Zoti. Pse? Sepse ai na do. Ai kujdeset për ne. Ai dëshiron që ne të njohim të vërtetën. E vërteta nuk është diçka që mësohet brenda natës, por ju duhet ta mësoni. Në këtë mënyrë do të mësoni të njihni zërin e Zotit. Tek Gjoni kapitulli 10, vargu 27, Jezusi tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin." A doni të jeni në gjendje të dalloni zërin e Zotit? Filloni ta dëgjoni tani. A mund ta identifikoni lehtë zërin e Zotit? A je i sigurt që drejtimi që ke marrë është nga Zoti dhe jo nga armiku? Ne besojmë se ju do ta shoshisni çdo vendim që merrni në 11 pikat e shkrimeve që theksoi Dr. Stanley sot. Në këtë mënyrë mund të jeni plotësisht të sigurt që zëri që po i bindeni është zëri i Zotit. Në mënyrë që të perceptojmë saktë atë që na thot Zoti, ne duhet kemi një frymë të përulur. Kur besimtarët i afrohen Zotit me qëndrimin e duhur edhe me një zemër të pastër, ai premton të përgjigjet. Tek Jeremia 33:3 thuhet: "Mu drejto, edhe unë do të përgjigjem, edhe do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të patepërtueshme që ti nuk i di." Isaia 25:9 thot: "Ja, ky është Perëndia ynë. Tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar, të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij." Këtu të dashur miq kanë përfunduar dhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.